من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi çdo herë i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, vëllezër dhe motra, sikurse e dini, kemi filluar ta trajtojmë një prej ngjarjeve të rëndësishme për të ditur, atë të dëbimit të qifutëve nga Medina, përshkrimi kuranor që Zoti ja bën pikërisht këtyre ngjarjeve. Ajo që fillimisht ka ndodhur ka qenë dëbimi i fisit Benu Qainuqa, sikurse kemi treguar para 2 javësh. Ky fis, i cili menjëherë pas betejës së Bedrit e ka shfrytzuar rastin, pra e ka shfrytzuar lodhjen dhe dobësinë e muslimanëve të përjetuar pas betejës së Bedrit, në mënyrë që ta prishte edhe publikisht çdo marrëveshje që e kishte me Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, gjë që pastaj pasoi me dëbimin e tyre të menjëhershëm, nga se nuk kishin lënë asnjë hapësirë të vetme që ata më të qëndronin në Medinë. Gjithashtu edhe fisi i dytë me radhë që fut në Medinë, që ka qenë fisi Benu Nadhir, është fisi që ka shfrytzuar menjëherë luftën e Uhudit apo betejën e Uhudit, atë që e përjetuan muslimanët në këtë betejë, padyshim se ishte shumë e rëndë, ishte e vështirë, nga se ranë shumë shehid për muslimanëve, 70 prej tyre u plagosën tepër shumë. Edhe fisi Benu Nadhir që fut në Medinë e shfrytzoi rastin dhe deshi t'i bëj komplot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kur ai erdhi te ky fis për të ndërmjetësuar mes tyre dhe mes fisit Beni Amir, që kishin bela mes vete, pra ishin gjak, për shkak të vrasjes së 2 personave nga fisi Beni Amir. Andaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam shkoi tek fisi Beni Nadhir, fisi Qifut, për të kërkuar bashkëpunim nga ana e tyre në mënyrë që të zgjidhej ky problem, të paguaj dija apo kompenzimi material për këto 2 vrasje, por ata çfarë bën? Në shfrytzuan rastin dhe deshin që t'i bënin atentat pejgamberit tonë dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pas një diskutimi të brendshëm, ata e vendosën për shkak se personi që quhej Amir bin Jihash bin Kab, ai e mori përsipër dhe tha, unë do ta liroj një herë për gjithmonë Medinën nga ky njeri, pra nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe sikur se kemi treguar, e mori një gur të madh, hipi mbi një shtëpi që ishte pikërisht mbi kokën e Muhammed Mustafas alaihi wasallam, dhe ai ishte i mbështetur në murin e asaj shtëpie, duke pritur se çfarë po përgjigjeshin pra paria e fisit Beni Nadhir. Dhe në ato momente i vjen shpallja nga ana e Allahut, i vjen Xhibrili alayhi salam dhe i thot, largoju se dëshirojnë me të vrarë. Edhe pejgamberi i dashur më njëherë largohet nga ai vend, i merr sahabët që kanë qenë shoqërues me të dhe kthehet në qendër, pra në Medinë, nga se këta ishin në periferi të Medinës. Këtu pastaj e merr vendimin që fisin Beni Nadhir me largu krejtësisht, me dëbu prej Medinës, sikur se kemi treguar edhe javën e kaluar, dhe gjithë këtë që kanë ndodhur, Allahu e përshkruan në mënyrë të mrekullueshme në surën Al-Hashr. Sura Al-Hashr, kemi thënë se është sura që ka zbritur ekskluzivisht për fisin Beni Nadhir, saqë Abdullah ibn Abasi, kur pyetej për surën Al-Hashr, ai thonte, mos i thoni sura Al-Hashr, por thoni sura e fisit Beni Nadhir. Pra jo që nuk lejohet me thonë sura Al-Hashr, sepse ashtu e ka emrin, por dëshiron të tregonte se kjo sure ekskluzivisht ka zbritur për fisin Beni Nadhir, pra fisin Qifut jehud në Medinë. Kemi treguar që nga ajeti i parë se si Allahu i Madhërisht e përshkruan atë që realisht ka ndodhur, dhe se si Allahu i plotfuqishëm fillimisht u ka bërë me dije besimtarëve kur i ka dhënë urdhër se duhet t'i dëboni këta më një herë. Pra pejgamberi Allahut nuk i ka dëbu Qifutët e Medinës kokën vete, por me urdhër të Allahut të Madhërisëm, edhe ka treguar se ky është dëbimi i parë që po ju ndodh atyre, dhe kjo kemi thënë se është një profeci kuranore, sepse shumë më vonë pastaj në kohën e xhilafetit të Omerit radhiyallahu anhu do të dëboheshin krejtësisht Qifutët nga
nga dishulli arabik. Pastaj kemi thënë se si Allahu u thot besimtarëve të tij, e në veçanti u thot qifutëve të Medinës, se ju nuk menduat, madje as nuk u merrte mendja se një ditë do të dëboheshit prej këtij vendi. Për shkak se ata konsideroheshin si të pathyeshëm. Pra veten e konsideronin si të pathyeshëm dhe s'ka fuqi që mund t'i nxjerrë ata nga Medina. Përdeqë Allah i madhërisëm që i dëbojë ata madje me poshtrim maksimal ndaj tyre, sepse dolën pa asnjë rezistencë, nuk kishin guzim, nga se historikisht ata kanë qenë edhe mbeten frikacak, sikurse do ta shohim edhe në vazhdim të ajeteve që Allah i përmend në surën Al-Hashr. Pastaj Allahu gjithashtu i urdhëroi muslimanët që kur t'i rrethonin pra kështjellat e fisit Beni Nadir, për shkak të poshtrimit të tyre, për shkak të friksimit të qifutëve në njërin anë, por në anën tjetër për shkak se kishin nevojë me depërtu më thellë në brendinë e fortifikatave tyre, i dogjën disa prej hurmave. Dhe kjo ndodhi padyshim me urtësinë e caktuar luftarake, sikurse kemi treguar javën e kaluar. Pas kësaj Allahu ka dhënë urdhër që gjithë ajo pasuri e konfiskuar nga ana e qifutëve të fisit Beni Nadir të ndahej, të shpërndahej, por jo me ndarjen e zakonshme siç e bënin në herët e kaluara, sepse zakonisht në herët e kaluara sa herë që janë ballafaqur muslimanët me rezistencë, pra kanë luftuar në mënyrë direkte, e kanë nda për gjithë barabart, duke i përfshi edhe të pasurit e muslimanëve. Ndërkaq në këtë rast Allahu ka urdhëruar, është një zonë të ndija, është pi mikrofonit a mu për mdokut. Mos janë këto altë parlanta. Si po ushton. Në këtë rast, Allahu ka urdhëruar që ndarja mu bë krejtësisht ndryshe. Pra, mos më përfshi pasanikt në këtë ndarje, në mënyrë që me përfitu vetëm fukarat nga kjo ndarje. E ekskluzivisht me përfitu sahabët prej muhaxhirëve të Mekës që kishin ardhur në Medinë, sepse ishte ende fillimi dhe ata nuk kishin pasuri, sikurse kishin banorët e Medinës. Për këtë arsye Allahu dha urdhër kësaj dhe të gjithë përfituan përpos ensarëve, me përjashtim të dy prej ensarëve. I pari për tyre ishte Sehel bin Hunayf dhe i dyti ishte Ebu Dujane. Këta të dy edhe pse ishin ensar të Medinës, po ishin shumë të varfër, ishin shumë fukara, prandaj bëri përjashtim këtu pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam dhe tha që edhe këtyre t'u jepni prej kësaj plaçke të luftës. Ndërkaq të tjerët mos përfshihen dhe këtu ndarjen e kishte sqaruar vetë Allahu, një pjesë do të ndahej për Allahun dhe për Resulullahun, pra për kauzën islame, një pjesë për familjen e Resulullahut, një pjesë për të varfrit, për jetimet dhe për udhëtarët, sepse konsiderohen kategoritë më të nevojshme për të ndihmuar, sidomos në rrethana lufte. Me njerë pas kësaj, Allahu e vazhdon ajetin tjetër, ku thot: "Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu." Atë që u jep juve rasuli, pra i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, merreni me njëherë, pa asnjë diskutim, pa asnjë kontestim. Ndërkaq për asaj që ju ndalon juve i dërguari Allahut, largojuni me njëherë. Pra ky është një ligj i Allahut që realisht është urdhër nga ana e tij për ne. Fillimisht për sahabët që e kanë jetuar këtë kohë edhe që e kanë përjetuar zbritjen e këtyre ajeteve, pastaj edhe për neve që jemi pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra ne kemi të patjetërsueshme me apliku çdo gjë që na urdhëron për me vepru pejgamberi i dashur dhe me u largu për asaj që na ndalon ai. Sepse çdo gjë që ai na urdhëron për ta vepruar apo që na ndalon për të mos e vepruar, ka urtësinë e vet. Prandaj Allahu në një ajet tjetër Kur'an çfarë thot: "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kur Allahu urdhëron për diçka dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu jo rastisht po e përmend këtu dhe po thot, kur Allahu urdhëron diçka dhe urdhëron edhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam diçka, atëherë nuk i përket një besimtari dhe një besimtare që ta kontestoj atë. Pra, që ta diskutoj, ta dhënë më dyshje e pastaj ta zgjedhë sa dëshiron ta veproj apo nuk dëshiron ta veproj. Por arsye se çdo gjë me të cilën Zoti na urdhëron është shpallje. Gjithashtu çdo gjë me të cilën pejgamberi Allahu na urdhëron është gjithashtu shpallje. Nga sa ai nuk ka folur nga hamendja, por çdo gjë që e ka folur apo ka urdhëruar me të është pikërisht e zbritur nga ana e Allahut të Madhërisëm.
Për ta kuptuar se sa rëndësishme ka qenë tek sahabët kjo çështje, do ta përmend hadithin që transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi, kur erdhi një grua tek ai dhe i tha: "Balaghani annaka tanha 'anil washimati wal wasila." Më ka ardhur mua lajmi se ti, o Abdullah ibn Mesud, po ndalon nga zgjatja e flokëve, po i ndalon gratë me i zgjat flokët, me marr flokë tjera edhe me ashtu flokëve të veta, edhe po ndalon gjithashtu edhe nga tatuazhet, ngjyrosja e trupit. Atëherë Abdullah ibn Mesudi, ajo i tha në fakt, i tha: "A ke gjetë diçka rreth kësaj në librin e Allahut apo në praktikën e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam?" Qala bel shay'un wajadtuhu fi kitabillahi wa an rasulillah. Tha po, padyshim se është çështje që unë e kam has në librin e Allahut dhe në sunetin e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Atëra ajo tha: "Wallahi laqad tasaffahtu ma bayna dafti al-mushaf fama wajadtu fihi alladhi taqul." Unë thotë e kam shpletu komplet Kur'anin, por nuk e kam gjetur atë që ti po thua. Pra unë nuk e kam gjetur në Kur'an që ndalohet zgjatja e flokëve për femnat, si dhe ngjyrosja apo vizatimi i trupit, tatuazhi. Atëherë i është përgjigjur Abdullah ibn Mesudi në këtë formë, duke i thënë: "Fama wajadta fihi wa ma ataakum ar-rasulu fattakhidhuhu wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Thot, a nuk e ke gjetë në Kur'an ti kur e ke lexuar Kur'anin dhe e ke shpletuar Kur'anin sikur se po thua ajetin kuranor ku thot Allahu: "Atë që jep juve i dërguari i Allahut, apo atë me cilën ju urdhron ai merreni, ndërkaq nga ajo që ju ndalon largojuni." Thot po, e kam gjetë këtë ajet Kur'anit. Atëherë thot: "Fa inni sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil wasilati wal washimati wan namisa." Thot unë e kam dëgjuar vet pejgamberin e Allahut duke thonë, pra duke na ndalu edhe zgjatjen e flokëve, edhe tatuazhin në trup, por gjithashtu edhe ndukjen e çimeve të vetllave. Pastaj kjo nuk bindet. A keni pa disa gra kur detyrimisht dëshirojnë me vepru atë që e kanë për synim. Por edhe burrat, jo rrallëherë ndodh kjo, kur nuk binden nga ajetet e drejt për drejta, kuranore apo pejgamberike, kërkojnë të thellohen edhe më tepër. Edhe kjo grua çfarë veproi pasaj? Tha: "A askush për familjes tonë tha nuk e bën një gjë të tillë?" Tha: "Ja futu brenda dhe shiko." Pra, nuk ja mori mendja që mund me pas dikush në familjen e Abdullah ibn Mesudit që nuk e bën njënën prej këtyne, që nuk i nuk vetlat, apo nuk i bën tatuazh trupit, apo nuk i zgjat flokët e saj. Kur hyri ajo dhe e pa që çdo gjë ishte në rregull, atëherë doli dhe tha: "Nuk pash asgjë të gabuar." Pra ky argument, ky hadith tregon se sa të vëmendshëm dhe sa të kujdesshëm kanë qenë sahabët e nderuar në realizimin e asaj me cilën i dërguari i Allahut i ka urdhëruar dhe njëherë edhe në largimin pra asaj që i dërguari i Allahut i ka ndaluar. Gjithashtu vlen përmendet edhe hadithi që e shënojnë dy imamët e dy koleksionet sakta të haditheve, Imam Buhariu dhe Muslimi, nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu." Kur t'ju urdhëroj me diçka, bëjeni, mos e diskutoni, mos e kontestoni. Pra kur t'ju urdhëroj me diçka për ta vepruar, veprojeni. Ndërkaq kur t'ju urdhëroj me diçka për të mos e vepruar, largojeni prej saj. Edhe e citon ajetin kuranor: "Wattaqullah inna Allaha shadidul iqab." Kini frikë Allahun, nga se Allahu është ndëshkues i rrejt. Pra, në momenti kur ne nuk e veprojmë atë që i dërguari Allahu na urdhëron për ta vepruar, apo nuk largohemi nga ajo që i dërguari Allahu na urdhëron për të larguar, realisht ne nuk i kemi frikë Allahun si duhet dhe sa duhet. Realisht tregojmë mungesë të theksuar të devotshmërisë në raport me Zotin e Madhërisëm. Pastaj Allahu vazhdon edhe përmend përmes surës El-Hashr, respektivisht përmes ajeteve të saj, atë çfarë ka ndodhur dhe atë çfarë do të ndodh me fisin Bani Nadir. Thot Allahu: "Lil fuqara'i al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana." Fukarave të muhajirëve, të migrantëve që kanë ardhur për Mekës në Medinë, atyre të cilët u dëbuan nga shtëpitë e tyre dhe u konfiskua dhe pasuria e tyre, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana.
ata gjithë këtë sakrificë e kanë bë duke e synuar dhe duke e kërku mirësinë e Allahut edhe kënaqësinë e tij. Ulemaja mirësinë në këtë rast e komentojnë si ahiretin e Allahut, pra dalin faqebardh në ditën e gjykimit para Allahut, ndërkaq kënaqësinë e tij e komentojnë si xheneti i Allahut, pra shpërblimin me xhenet. Wa yansuruna Allaha wa rasulahu, edhe e ndihmojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, pra e ndihmojnë fenë e Allahut dhe të dërguarin e Allahut. Ulaika humus sadiqun, të këtillët të Allahu janë të sinqertët e denjë. Pra Allahu këtu po i lavdron me lavdata jashtëzakonisht larta sahabët që kanë emigruar nga Mekka në Medinë dhe të cilët kanë sakrifikuar çdo gjë që u përkiste atyre, qoftë për pasurisë materiale, qoftë për familjes, qoftë për vendbanimeve tyre, vetëm e vetëm që të arrinin mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut. Pra ndihmonin fenë e Allahut, ndihmonin të dërguarin e Allahut. Prandaj Allahu i lavdroi me këtë lavdatë specifike dhe të veçantë duke i quajtur ata si të sinqertët. Nëse Allahu e quan dikë të sinqert, paramendojeni çfarë vlerë është kjo. Pra me të vërtetë janë sinqert, prandaj edhe e kanë merituar që Allahu me i përmend ata në Kur'an. Pastaj vazhdon Allahu dhe i lavdron edhe sahabët prej ensarëve. Sahabët e Medinës, duke thënë walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Thot, ndërkaq ata të cilët e përgatiten vendin e tyre, pra Medinën, e përgatiten për me i prit muhaxhirët e Mekës, edhe i pritën me mikpritje jashtëzakonisht veçantë, me ndërime të larta. Përpos kësaj, thot dhe të cilët e përgatiten edhe imanin e tyre, besimin e tyre, që kjo është akoma vlerë më e veçantë. Nëse ata para se ta përgatitnin vendin e tyre, që është i aspektit material, ata i përgatiten zemrat e tyre, pra shpirtin e tyre. Dhe një njeri që përgatitet me shpirt, para përgatitjes me trup apo me gjëra materiale, kjo tregon se ai njeri ka vlera të larta. Prandaj Allahu po i lavdron kaq lart sahabët e Medinës, të cilët e përgatiten Medinën, edhe zemrat e tyre me iman për me i prit sahabët nga Mekka, në veçantin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdon edhe përshkruan vlerën e tyre të brendshme. Yuhibbuna man hajara ilayhim, përpos që i bën përgatitjet maksimale dhe pritjet më fenomenale, ata gjithashtu edhe i donin ata, pa i donin me shpirt sahabët e Mekës. Kishin dashuri të veçantë dhe sinqert. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, edhe nuk ndjenin në zemrat e tyre ndonjë mëri, ndonjë xhelozi, ndonjë urrëtie për atë që po u jepte pejgamberi Allahut prej plashkave të luftës. A kishin kontribut të madh sahabët e Medinës? Jashtëzakonisht të madh. Po thuaj se çdo sukses i muslimanëve, prej betejës së Bedrit deri në betejat e fundit që i kanë zhvilluar, sahabët e Medinës kanë pas vlerë direkte. Pra të drejt për drejt, edhe kanë pas vlerë të veçantë, edhe ndikim jashtëzakonisht të madh, kontribut madhështor. Por megjithatë ata kur nuk kanë di diçka xhelozi apo mëri se pse pejgamberi Allahut, sidomos në këtë rast, po i favorizon muhaxhirët e Mekës, po u jep pe plashkave të luftës, pe pasurisë që e konfiskoi pe çifutëve të Medinës, ndërkaq po janë ashkalon ansarat e Medinës. Kur s'ka ndodhur një gjë e tillë, Allah po e përshkruan këtë vlerë si diçka madhështore. Madje po thot wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ata vetën e tyre e linin keq për gjërat që kishin nevojë dhe u jepnin përparësi sahabëve të Mekës. Pra këtu Allah po na mëson vlerën e altruizmit. Çfarë do të thotë? Ti jesh altruist i vërtet. Dhe shembull më të mirë të altruizmit të vërtet, se sa që e kanë dhënë sahabët e Medinës, nuk mund gjejmë në historitë njerëzimit. I dim rastet që kanë ndodhur, që do t'i përmendë disa prej tyre, ku kanë qenë në gjendje që krejt pasurinë e tyre me ndonë gjysmën e pasurisë materiale e kanë bajt për vete, për familjen e vet, gjysmën tjetër ja ka dhuru sahabëve të Mekës. Pra kanë bërë vllaznim, kanë bërë binjagzim, jo vetëm vllaznim, por edhe binjagzim. E dihet ka për atyre që kanë shku për te i kësaj. Pra përpos që i kanë nda pasurit materiale, i kanë nda dhe disa gjëra që janë shumë më të shtrenjta. Për rasteve që vlen përmendet, është për shembull ajo që e transmeton Ebu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thot: "Ata rajulun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam", erdhi një ditë një njeri tek
I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam fa qal, edhe tha, ja Rasulullah, asabani al-jahdu. O i dërguari Allahut, mua më ka kapluar uria, pra ishte i nevojshëm për me i dhënë ushqim. Ndërkash në ato momente pejgamberi Allahut nuk kishte kurrë mundësie që ta priste atë në shtëpinë e tij dhe ta gostiste. Pra nuk kishte ushqim në shtëpi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ila nisa'i falam yajid 'indahunna shay'an. E çoi dikën tek gratë e tij. Mirë po nuk gjeti asgjë në shtëpinë e tij. Subhanallah. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha: "Ala rajulun yudayyifu hadha al-laylata rahimahullahu ta'ala." A ka kush që e pranon për musafir këtë natë, këtë burr, Allahu do ta mëshirojë atë. Me qenë se vetë s'pati mundësi me marrë këtë vlerë, këtë shpërblim, sepse nuk ishte asgjë në shtëpi, atëherë u drejtua tek masa, tek ata që i kishte afër vetes dhe tha: "A ka ndaj burr këtu, a ka ndaj dashamir që ka mundësi me prit këta, me mbar sonte musafir edhe me i dhanë me ngran?" Faqama rajulun min al-ansar, u ngrit një burr prej ansarve. Faqala ana ya Rasulullah, fa un ya Rasulullah. Fadhahaba ila ahlihi, shkoi tek familja e tij. Faqala li imra'atihi, edhe i tha gruas së tij: "Hadha dayfu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Tha, ky është musafiri i Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Shikoni edukatën e lartë që e kanë pas sahabët me pejgamberin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse realisht ky po bëhet musafiri këtij sahabiu, ama ky çfarë po thot? Thot, ky është musafiri i Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni çfarë edukate të lartë kanë pas. Pra dhe në detajet më të papërfillshme për sytë e tjerëve, për sahabët kanë qenë shumë të rëndësishme. Edhe aty ja kanë dëshmu dashurinë, respektin dhe edukatën e lartë ndaj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i ka thënë gruaja e këtij sahabiu burrit vet: "Wallahi ma indi illa qutus sibya." Pashallah, s'kam ushqim për pos shujtës së fëmijëve, që e kam rujt për darkë. Qala fa idha arada as-sibyatu al-'asha'a fanawwimihim. Tash po i thot ky sahabia gruas vet: kur të kërkojnë fëmijët darkë me ngran, ti vini në gjumë ata, dhe të flajnë në gjumë. Wa ta'alay atfa'i sirraj, edhe eja edhe ndize zjarrin. Pra vendose tenxherën edhe ndize zjarrin. Wa natwi butunana al-laylata fa fa'alat. Ndërkaq ne thot nuk do të ushqehemi sonte. Një transmetim tregon se e ka fik qirin krejt, mos me pa kërkush, mënyrë që mos me pa musafiri që këta s'kan mundësi mu ushqypja ati ushqimi e me ungop musafiri. Shikone nivelin e lartë të kujdesit të sahabëve për me përmbush një kërkesë të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu për me fitu kënaqësinë e Allahut Madhërisht. Atëherë tha: "Fa idha dakhala dayfuna fa atfi sirraja wa arihi anna na'kul." Kur të hynë musafiri, ndali dritat edhe le ta shehaj apo le të mendoj se edhe ne po ushqehemi me të. Fa qa'adu wa akala ad-dayfu. Qëndruan, u ushqy musafiri, falamma asbaha gadan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal, të nesërmen në mëngjes pejgamberi Allahu tha: "Qad ajiba Allahu azza wa jalla min sani'ikuma li dayfikuma." Allahu mahnit me atë që ju e keni bë pranë me musafirin tuaj. Pra, deri në këtë nivel e kanë pas altruizmin sahabët e nderuar, prandaj e kanë merituar këtë lavdat kuranore që Allahu e përshkruan në Kur'an. Gjithashtu, edhe sahabiu i nderuar Hudhaifa al-Adawi e tregon një prej ngjarjeve më prekse në historinë e sahabëve. Në betejën e Yarmukut, thot vetë ky sahabi, ky protagonist, edhe thot: "Intalaqtu yawm al-Yarmuk atlubu ibn ammin li." Dola me e kërku në fush betej djalin e axhës tim. "Wa man yashay min al-ma", dhe kisha me vete pak prej ujit. "Wa ana aqul", ndërkaq unë po them: "In kana bihi ramqun saqaytuhu", nëse është i lëndum, nëse është i jetur, nëse ka nevojë, po i jap ujë. Fa idha ana bihi, deri sa thot e gjeta atë. Fa qultu lahu, i thash atij: "Asqik", fa ashara bi ra'sihi an-na'am. I thash: "A dëshiron të jap ujë?"
Ma boni tha me shej, me kokë, po sepse ishte shumë i lëndum, s'kishte mundësi as me fol. Fe idha ana bi rajulin yaqul Po e pash një burr tjetër atje që po thonte pra ishte shumë i lëndur edhe po kërkonte ndihmë. Fa ishara ileje ibnu ammi an intaliq ilej. Ma boni me shej djali i axhës tim, shko tek ai. Pra lem mu, mos m'jep mu ujë, shko tek ai tjetri. Fa idha huwa Hisham ibn al-As. Kur e pash ai ishte Hisham ibn al-As, sahabiu i nderuar, vllau i Amr ibn al-As. Fa qultu asqik, i thash atjap ujë. Fa ashara an na'am, ma bani me kokë tha po, sepse ishte shumë i lënduar, s'kishte mundësi që të shprehej. Fa sami'a akhar yaqulu e dëgjoi një person të tretë, teksa po xhemonte duke thënë Fa ashara Hisham an intaliq ilay, ma bani me shej Hishami, shko te ai. Mos m'jep ujë. Fa ji'tuhu fa idha huwa qad mat. U afrova te ky person i tretë, mi po kur u afrova ai vetëm se kishte dhënë shpirt. Pastaj thot wa raja'tu ila Hisham fa idha huwa qad mat. U ktheva tek Hishami tek i dyti, po ai vetëm se kishte dhënë shpirt. Pastaj thot raja'tu ila ibn ammi fa idha huwa qad mat. U ktheva tek i pari, tek djali i axhës, edhe ai kishte dhënë shpirt. Shikoni deri në çfarë nivele kanë shku sahabët e nderuar, pra në rastet ku ka qenë jetë o vdekje, ata i kanë dhënë përparësi të tjerëve. Ajo që Allahu po thot wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, e kanë lënë vetën keq për gjërat që ata kanë pas nevojë. Gjithashtu, rasti kur ka ardhur një miskin, një fukara tek Aisha radhiyallahu anha, edhe ka kërku me i dhënë ushqim. E ajo në shtëpi ka pas vetëm një copë bukë, i thonë rrëdhif, është bukë shumë e hollë. E urdhëron shërptorën e saj, i thot jep ja atë bukë që e kemi. Ndërkaq Aisha këtë ditë ka qenë duke agjëruar. I thot, o nona besimtarve, nëse unë ja jap s'kemi çka me çeli iftarti. Thot jep ja, mos u mërzit për atë punë. Edhe ja jep bukën e fundit që e ka pas. Kur vjen koha e iftarit, i vjen dikush te dera. Edhe ja sjell një dash të mbështjellur me bukë komplet Aishës radhiyallahu anha. Ja bjerë Allahu kompenzimin e shumë fisht të sakrificës që e ka bë. Pa ja lip kërkuj, i vjen dikush edhe ja sjell Aishës këtë iftar. Atëherë e thret shërptorën e vet, edhe i thot eja këtu. Thot ha prej këtij ushqimi sepse ky ushqim është shumë më i mirë se sa buka jote. Pra këto që na ka sjell Allahu është shumë më e mirë se sa ajo që ke pas ti me mbajt për mua për iftar. Altruizmi në Aishës radhiyallahu anha. Gjithashtu një djalosh i ri i thot Ebu Jezid el-Bistami. I thot, o Ebu Jezid, cili është limiti i zuhdit tek ju? Thot, cili është limiti i asketizmit tek ju? Thot, limiti i asketizmit tek ne është në qoftë se gjejmë diçka për të ngranë, thot, in wajadna akelna, në qoftë se gjejmë diçka për të ngranë, hajmë, ushqemi. Në qoftë se nuk gjejmë diçka për të ngranë, durojmë. Thot, këtë asketizëm tek ne e kanë qenë. Thot, për cili është niveli apo limiti i asketizmit tek ju? Thot, në qoftë se nuk gjejmë diçka për të ngranë, e falenderojmë Allahun. Në qoftë se gjejmë diçka për të ngranë, e ndajmë me tjerët. Çfarë niveli kanë pas disa prej njerëzve të devotshëm në historinë islame, pra të solidarizimit me të tjerët. Pastaj vazhdon Allahu në surën Al-Hashr dhe thot: "Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana", përmend tash kategorinë e tretë të sahabëve dhe të atyre që vinë pas sahabëve. Thot, ndërkaq ata të cilët erdhën pas jush. Këtu është fjala pas sahabëve të parë, qofshin të Mekës muhaxhir apo ensar të Medinës. Yaqulun, çfarë thon ata? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. O Allah, na fal neve edhe vëllezërit tanë që na kanë parapri neve në iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Edhe mos lejo që në zemrat tona me pas urrëtie, mëri, xhelozi apo lakmi ndaj atyre që kanë besuar. Rabbana innaka ra'ufur rahim, o Zoti ynë, ti padyshim se je i buti dhe je mëshirëploti. Pra përmes këtij ajeti të tretë, Allahu tregon se ka dhe burra që kanë ardhur pas sahabëve të parë të Mekës dhe të Medinës, që e kanë trashëguar këtë vlerë, të cilët janë lutur vazhdimisht për ata që janë bërë sebeb për imanin e tyre.
Edhe çdo herë kanë pas breng zemrën se mos vallë, po kanë ndonjë mëri, ndonjë xhelozi, ndonjë urrëtie për ata që e kanë pas vlerën edhe mundësinë me përfitu prej mirësive të Allahut Madhërisëm, e këta nuk kanë pas atë mundësi. Pastaj Allahu vazhdon e thot dhe tregon se si munafikët kanë bashkëpunuar me çifutët e Medinës kundër Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë përshkruan përmes ajetit radhës duke thënë alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab. Ai ke pa Muhammed ata që kanë bërë nifaq, hipokrizi, dyftyrsi, se si vepronin apo bashkëpunonin me vëllezërit e tyre prej i tharëve të librit. Pra munafikët bashkëpunonin me vëllezërit e tyre në hipokrizi, edhe në kufër, në mosbesim, prej tharëve të librit, konkretisht prej çifutëve të fisit Bani Nadir. Le in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Ata çfarë i thonin çifutëve? Hipokritët u thonin, nëse juve ju dëbojnë, edhe ne do të largohemi me ju. S'kemi me qëndruar në Medinë. Wala nuti'u fikum ahada, edhe juve, pra për ju ne do të bëjmë sakrificat mëdha. Nuk do t'ju japim juve kurse si, nuk do t'ju njështrojmë as kuj, qoftë për m'ju luftu juve, apo për m'ju dorëzu juve. Wa in qutiltum lanansurannakum, në qoftë se ju luftojnë, ne do të luftojmë me juve kundër tyre. Pra do të luftojmë për krah jush. Allahu po thot wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Allahu po dëshmon se ata janë gënjeshtar. Pra, para se me ndodh kjo, Allahu po e përshkruan. Po ja përshkruan Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam një realitet që do të ndodhë së shpejti dhe sahabëve pasues. Dhe po u thot, çifutët në njërin anë po shkojnë e po bashkëpunojnë me, në fakt hipokritët po shkojnë e bashkëpunojnë me çifutët, edhe po i thonë atyre, nëse juve ju largojnë, edhe na kena mu largu. Nëse ju luftojnë, edhe na kena me luftu për krah jush kundër tyre. Nëse neve na urdhërojnë juve me u dorëzu apo me u luftu, na s'kemi ju nështru. Allah po thot, këta janë gënjeshtar. Edhe vazhdon e sqaron edhe më tepër. La in ukhriju la yakhrujuna ma'hum. Nëse dëbohen, largohen, nxirren nga vend banimi i Medinës, ata nuk do të dalin së bashku me ju. Wala in qutilu la yansurunahum. Nëse ju luftoheni, këta nuk do t'ju ndihmojnë juve, pra ata nuk do t'ju ndihmojnë kurse si. Wala in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Po hajde le të themi që do të shkojnë me ta, do të bashkohen me ta. Në momentin që do të detyrohen çifutët me u ballafaqu me muslimanët, me luftu, këta juve kanë mja kthy shpinën, edhe kjo realisht ka ndodhur. Edhe pse Abdullah ibn Ubej ibn Seluli ka shku te çifutët e fisit Bani Nadir, edhe ju ka thonë, çështu që Allahu po e përshkruan, kur ka ardhur realiteti me ndodh, ai u ka kthy shpinën. As s'u largu me ta, as s'ka luftu me ta, e as nuk ka qëndruar sikur se ka thonë se unë nuk do t'i nështrohem Muhamedit. Është nështruar më një herë, sepse hipokritët kësaj veprojnë. Pastaj Allahu vazhdon të tregon se si hipokritët edhe çifutët kanë frikë më shumë prej muslimanëve se sa prej Allahut vet. Thot Allahu i Madhërisëm, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Ata më shumë kanë frikë prej jush o muslimanë se sa prej Allahut. Ndërkaq ai për cilin do duhet kishin frikë është Allahu i Madhërisëm. Dhe jo muslimanët. Po frika që e ndjejnë për muslimanëve është për shkak të imanit besimtarëve, për shkak të bindjes së thellë në Allahun e Madhërisëm. Prandaj Omeri çfarë thonte? Thonte imani përballë kufrit, sado i dobët që të jetë do të triumfojë. Edhe sado i dobët që të jetë besimtari, në momentin që ballafaqohet me jo besimtari çdo herë ka me pas frikë besimtarin. Kjo është fal imanit, fal lidhjes son me Allahun e Madhërisëm. Edhe Allahu vazhdon e thot: "Dhalika bi annahum qawmun la yafqahun." Kjo është për shkak se ata janë një popull që nuk kuptojnë. Pastaj Allahu tregon se sa frikacak janë çifutët. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin. Pra duke përshkruar atë që ka ndodhur tek fisi Bani Nadir, edhe Allahu po e përshkruan kësaj dhe po thot, ata nuk kanë guxim juve me u luftu krejt bashkë. S'mund me ndodhë një gjë tillë, edhe s'ka ndodhur realisht. Illa fi quran muhassanatin, por ata fshihen pas fortifikatave tyre, pas kështjellave tyre, pas pallateve tyre, au min wara'i judur, ose pas mureve, pas ndonjë pengese që ata e krijojnë. S'kan mundësi ata, sepse frika nuk i lejon ata, me dalë dhe mu ballafaqu në dy luftim, me dalë kundër muslimanëve në luftë frontale. S'kan mundësi me bëni gjë të tillë.
Ba'suhum bainahum shadid. Armisia mes tyre është shumë e madhe. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. I mendon se janë të bashkuar, por realisht zemrat i kanë të përqara. Dhalike bi annahum qawmun la yaqilun, kjo për shkak se ata një popull që nuk logjikojnë. Allahu në detaje po e sqaron brendinë e çifutëve dhe po thotë ata janë çaq frikacak të mëdhaj, saqë kur nuk kanë guxim me dalë me u ballafaqu si burrat, me dalë në fush betejë dhe me luftu, burra me burra, por ata fshihen pas fortifikatave tyre, pra pas fuqive materiale tyre, sikur se ndodh edhe sot. Pra nuk kanë guxim me dalë me u ballafaqu direkt në fush betejë, fshihen pas armëve artilerive të fuqishme, edhe ata i përdorin tinzisht edhe i përdorin jo si burra, po si kategoria tjetër, që gjithë e dim. Pastaj Allahu thotë se kjo ndodh për shkak se ata nuk logjikojnë. Pra derisa ata e kanë pranuar librin e Allahut edhe e dinë që janë popull që ju ka zbrit Allahu shpallje, edhe nuk kanë qenë në gjendje që këtë shpallje me e besu si duhet, me e rujt si duhet, edhe me e promovu si duhet, pra këta e një popull që nuk logjikojnë. Dhe për fund, Allahu e shembëllen gjendjen e tyre me shembullin e shejtanit duke thënë ke methali alladhina min qablihim qariba, fillimisht është sikur se shembulli atyre që ju ndodhi jo shumë vonë, jo shumë moti, pra ajo që i ndodhi fisit Beni Qainuqa. Wa bala amrihim wa lahum adhabun alim, dhe cilët Allahu dha ndëshkim dhëmshëm, ke methali shejtani idh qala lil insani kfur, dhe shembulli i tyre është sikur se shembulli i shejtanit i cili i thot insanit, i thot njeriu moho, refuzo, mos beso, falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbil alamin. E pasi që insani njeriu mohon, nuk beson e refuzon besimin, atëherë shejtani largohet dhe thot un jam larg teje, unë distancohem prej teje, madje thot unë e kam frikë Zotin e botëve. Kështu thot edhe gjendja e çifutëve është kësaj. Ata nxisin në të keqen, momentin kur e bëjnë të keqen largohen pastaj prej saj, nuk ballafaqohen me të. Bëhen shkak i përçarjes së njerëzve, bëhen shkak i shturjes së njerëzve, shkak i shkatrimit të njerëzve, e kur është në pyetje me i dal, me i prik këtyre aksioneve, këtyre organizimeve, ata largohen sikurse largohet djalli i mallkuar nga bëmat e tij. Fe kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar, prandaj përfundimi i tyre është në zjarr xhenemit, khalidaini fiha, përgjithmonë në të, wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Edhe shejtani, edhe ata që veprojnë si shejtani, përjetësisht do të jenë në zjarr xhenemit. Javën e ardhshme inshallah do të kalojmë në fisin e tretë fuqishëm për çifutëve, në fisin Beni Quraidha, se çfarë ka ndodhur me ta, se si ka vepruar Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam, se si ka gjykuar ata, do ta kuptojmë inshallah javën që vjen. Nëse keni ndonjë pyetje deri këtu urdhroni.